Mirë mbrëma të dashur teleshikues, mirë se erdhët në Mozaikë Folklorik. Përshëndetje dashur Zhus. Mirë se keni ardhur në Mozaikë Folklorik, sonte do të folim për brezin e ri, si rritet brezi i ri, si kultivohet, nëse është ky brez i dhim. Profesor! Po shashtu obe profesor, ne përsi këtë gjo, kena ftu një drejtor shkolle, një specialist tjetër, ftën drejtor në shkollë. Profesor Arbeni! Na, prije, aty! Mirë vrëma! O, friend! O, je bre! Si je? Si je bre! Mos më thuj që nuk e man O, men! si nëse ma i men bre! Ajte vëndë! Shike qenë! Bajrë artoj! Një jetë të tyjo! O si është njifta bre kena qenë më universitet bashkë bre më shkollë. Kemi marru shkollën të dy, një gjak të she, kalem në temë. Se mos me noni se në këtë emision do bëjmë gallat, se nuk e kom problem tash i ka dalë me të dëre. Gjerë telefonin e në dal nga studio, kupton? Të vi bombë ty, ove të shtima. Ullë artoj. Profesor, duket që keni për shkollën bashkë jo? Qa thonë bre? Dijo, mirë ty që t'ka rritur Arusha, po këtë kush e ka rritur? Në shofë se e veri me detaje, a i person dhe individ që tu është dhi e shartume me hardhuc. S'më duket. Drejtor! Qaka? U binda, ulluni. Atere i dashur profesor Arbeni, po kaloj në pyetjen konkrete. Si janë adoleshentë... E ka smundje, Si janë adoleshentët sotë? Adoleshentët tonë janë le sharapi. E në që të vërtetoj që le sharapi, ndonë si kur ngred në tabel, e në tabel aty fillon të bëj teoreman e Pitagorës, e bo me kongën shejkëres, am këmëtanë. O sa shif ka me dhoni orë mësimi unë që ashtu në ti vitë zonë se tu. Shejkit baby, shejkit ja bëj sa ashtu. Një gjak të vëpren, mos më bë këtë mu si në jam shori mollë, se edhe më shkollë di shumë mirë se sa sukses ke pasur. Po leo ta si me mu, edhe e ma me si të kemi thira me jo. Arusha e vetëmuar, se sa froj njëri. Po ty, po lerti, po ti s'di si kena pastir shti, little bitch. Që ashtu ka që ka që më... Shiko, ju lutem të dashur profesorat të dyve, kujdes me fjalorin banal, se ne janë duke në ndikur adoleshentët dhe këshu i mësoj me një fjallor të papranushëm. Qa thua tima? Pa e kupton ti që fjallori adoleshentëve, në krashim me fjallorin ton, fjallori jonë në si poezit e seninit me ato, a kupton? Orta e shosh, me pa dy, në zonë stri, sot më gjimnaz të zonë me njën i qetrin, duhet me i pa, me kod pinër të i shosh, që fjallori përdori. Se profesorët, ka që të rezikshëm janë adoleshentët? Ato nuk janë të rezikshëm. Ato thjesht duhet t'i eliminojnë teka, kupton ti, dukim. Po s'po më del jenë rasti, sa ta mori partia. Ta mori partia ina. Se po ma mori partia, e një qa i bëja pa. Të ka marrë me vete duket lere këtë mua beta, si? Profesor. Më falë t'i bëj një pyetje. Nuk ka qenë ka qëronë. Ashtu, marrësh. Më bëni ju lutem një krahasim adoleshentët sotë me adoleshentën tuaj. Si keni qenë juve adoleshentë? Paraj bre se ne kena qenë rahat ortaj që shiky, kur ishim zbor, ne mori njonin e ne u fut në bunker të boda hashori. Prej shefit... Një sekund, se nuk unë i gjumë mirë, njënën, jo njëni se ta... Njënën pra, të shoj që e ne u fut bunker të boda hashuri, prej shefit deshmeshtajnë pushk e plagosi vetë. Pa daj ka njështë të shyri, kërtoj. O ti friend, një gjak të jere friend, unë vërtet shtivan pushk, kam kupton. Nuk plagosa vetën, thjesht plagosa ndjenjat e mija se u bona baba, kam kupton. Ishte një vjetë baba.
Mos u mërzit se unë si ty jam plagosur 7 herë. Ose vrit më. Oh, Tani, po tani. mu shishir si më qëllot e baruti djegër të ishoj se kisha qetë të shkone unë ma shtubi. Nëse i lëm këto komentet, kalojmë dhe flasim për nxënësit për adoleshentët. Një gjak të t'i gatë, t'i Urdo? gatë. Një gjak të t'i gatë, një gjak të. Or, Beno, nështë nuk të besohet pa është moshkoll. Sa është ki? Moshkull, ortaj, moshkull! Allah, qarë ma kjo tokë qarë mutantësh. E në ky burë shma mirë të menja, a këmë Një sekond, ta marrvesh unë që kini me mua ju dy rospijet e vogla këtu? Profesor! Po shike këta, mëre! E po më të shmëndët një sekund qëtësi. Kalëm një pyetje tjetër. Me qëtë se juve jeni drejtor, na të regoni pak, në qofë se një nxënës, një adoleshent, shkelë regullat apo prish mësimin, qëfar i ndodhë? Qëfar i ndodhë në Gjonshit, do thoshti? Gjonshit nuk i ndodhë si gjoj modhe, a kuptan? Po? Se unë në Gjonshit nuk mere mo, unë i thrasë ma matë e në shqaroj me ato, të teka, kuptan? Nuk kom punun mo, ma nej me morë me Por të shosh, a jetë morë në drejtor ke shkolla jote. Jo për zjo, po e di si i shkarojun? Ishin herë ma mirë se toj. Gjakto, Apo ma nej konkurencë në ortaj part nej. Në gjakto, nuk është puna aty. Ta që se jemi 3 veta, s'kalem se ti bëj mua betet që. Se po kërkove ti në drejtor, do në ky sekretare mas me, nuk e ta. Gjera më të që. Ta që një gjakto, e në përsej për këtë konkurencës Hoj, si më he, bre, hoj, he. konkurencë ti me mu nuk bën do ta kuptoj ti, o Alpin, një gjakto. Se kur, një gjakto që, shkojmë bashkë këtë dritë tash e garderobës, se ne shohim pastaj konkurrencën. Më duket si i shik i vënum për që të më habet ortaj shosh. Që asaj dritës ja kom fejk lompen me kohur, orto. Një gjakto, Ho bre, ho. që ka ti vërtet mund e kështë fikë lampën, po unë e kam të rrupë për të lampën kështë disa e sa hera, kupton? Gjatë kohës që ju i ndronit për të lompën, unë i shtrisha kablin ka si për bërshish. E po mirë mo, unë i kam vënë saatin dritës e s'po them gjë, ç'keni të? A, profesor! A, të që. Shika këto shkri. Profesor! Që jo që kam Vetë këto? nuk mund Kore, të... ke shik të të msheftit vje keqë artaj. Një sekund, lere fare. Traum. Një sekund. Të dashur teleshikues, u munduam të flasim për brezin e ri. Po si gjithmonë ne shqiptarët mblidhemi dhe flasim për çdo gjë. Vetëm për ata që u mblodhëm nuk flasim. Ky ishte mozaik folklorik. Ku ti ka folklorik? Me vitë,